Në ditën e presidentit e cila shënohet me 24 maj, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, bëri homazhe tek varri i presidentit Ibrahim Rugova. I shoqëruan nga 3 fëmijët e ish-presidentit, pas homazheve Veseli ka bërë rrugën këmbë deri te shtëpia e Rugovës në lagjen Velania. Veseli ka ecur në përmjediset e rezidencës së Ibrahim Rugovës dhe ka shikuar eksponatet e koleksionuara nga ish-presidenti, i cili vdesh në janar të vitit 2006. Ai gjatë kësaj vizite u shpreh falenderues për punën dhe kontributin që presidenti Rugova ka dhënë për lirinë e Kosovës. O zgjidhur presidenti i parë nga vetë qytetarët e Kosovës, në njëjtën kohë i ka jepë edhe një dimension ndarjes përfundimtare të rrugtimit politik të Republikës Kosovës nga Republika e Serbisë. Ai tha që lëvizja e rezistencës paqësore dhe lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës janë dy anët e një medalje të cilat e kanë sjellë lirinë, dhe ato duhet vetëm që të na bashkojnë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Në njëjtën kohë duhet çdo ditë të mendojmë për gjithë ata të cilët kanë dhënë diçka kontributëse për shtetin tonë, për Republikën e Kosovës. Në njëjtën kohë ky respekt veçanërisht ju takon dëshmorëve, heronjve, martirëve, po gjithsesi edhe gjithë atyre njerëzve që me sakrificën e tyre kanë treguar vërtet një qëndrueshmëri pa epur, se dhe kanë besuar në qëllimin tonë më të shenjtë popullit tonë, siç ka qenë liria e Kosovës. Ai tha që së bashku me familjen Rugova kanë shumë punë për të bërë që të përmirësojnë jetën e qytetarëve. Kemi edhe shumë për të bërë bashkarisht për të mirën e qytetarëve tonë, për përmirësimin e jetës njerëzve tonë, në njëjtën kohë edhe për kujtimin dhe respektin për gjithë ata që kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ndërkaq djali i presidentit Rugova, Mendim Rugova, falenderoi kryetarin për vizitën dhe homazhet tek varri i presidentit. Falenderoj kryetarin e parlamentit që sot në këtë ditë, veçantë ditën e presidentit, ka gjetë kohë që të bëj homazhe te presidenti, po të vizitoj familjen tonë.